Sigurimi i ujit të pishëm është kthyer në një sfidë për banorët e fshatit Silar në Gramsh. Ata prej afro 10 vitesh nuk kanë ujë të pishëm edhe pse fshati është i rrethuar nga burime të shumta ujore. Banorët tregojnë se në vitin 2016 edhe 2 burime ujore që ishin improvizuar nga vetë ata për të plotësuar nevojat për ujë u mbuluan si pasojë e ndërtimit të hidrovoreve duke e lënë fshatin pa ujë. Për ujë të pishëm unë nuk kam fare që kur është bërë hidrocentrali, pata një mburim atje e mora me lekët e mia, bëra pusetën e me pompa gjithandej ma prishi hidrovori, që nga ajo kohë nuk kam bur ujë. Iki marrë me autobus për të pirë në Gramsh. Imagjinoje tash ti që buka kur han ushqimi e dua me vakte, kurse uji duhet ore minut për të larë duart, për të larë çdo gjë enën, rroba që janë gjithandej pa ujë nuk bëhet jetë fat. Banorët që kanë mbetur në këtë fshat thonë se për shkak të mungesës së shërbimeve, shumë banorë të tjerë janë larguar nga fshati. Kaq mungesë kemi për ujin e pishëm sa të them që t'ikim natën jo ditën. Ikën të gjithë. Një çum pa me gjithë nusë iku i thonë. Nuk jetojmë më da. Pa ujë nuk rrohet kur, nuk rrohet asnjë orë. Orë që po rrim tash këtu në dum ujë. Ujin ja e marrën në potrenj tani. Ujë provojmë pim. Po bëjmë 10 vjet. Në 10 vite kemi pa ujë. Uji është bërë dhe shkaku kryesor që po ikin nga fshati. Se uji është kryesorja për jetën, dihet, është jeta e njeriu, jeta e gjallësës, e gjallëve. 20 vjet ka, 10 vjet ka me leta. Çfarë do bëjmë ne? Ne s'kemi çfarë bëjmë. Ne jemi detyruar të arrijmë. S'ka thonë, do të shikojmë, do të provojmë. Për rreth 200 banorët e këtij fshati e vetmja kërkesë është uji i pishëm. Fal natyrës që ka fshati Silar mund të zhvillonte edhe turizëm në 4 stinët e vitit, por mungesa e ujit të pishëm është bërë pengesë për çdo sipërmarrje.